Horoskopi javor 1-7 qershor 2025 për të gjitha shenjat, dashi, pas një periudhe të largimit, qoftë fizik apo emocional, ti po rikthehesh fuqishëm në rrjedhën e jetës. Kjo javë është plot angazhime, takime dhe kontakte shoqërore. Mund të jetë një javë e zënë, por do të ndihesh më i gjallë dhe më aktiv se kur më parë. Nëse ke pasur tensione me një mik të afërt apo vëlla, lajme të mira vijnë rreth datës 5 qershor. Mërkuri bashkohet me Marsin dhe sjell lehtësim e pajtim në komunikim. Mund të jetë edhe momenti ideal për të sqaruar marrëdhëniet e paqarta. Ajo pyetja çfarë jemi ne? Tani mund të marrë një përgjigje nga data 6 qershor. Venusi kalon në shenjën e Demit dhe prek sferën tënde të financave. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të parë rritje në të ardhura, mundësi të reja ekonomike, apo edhe për të shijuar kënaqësitë e vogla të jetës së përditshme, por jeta këtë javë të sjell edhe një pasqyrë të thellë emocionale. Diçka që mendoje se e ke kapërcyer mund të rikthehet, jo për të të destabilizuar, por për të të ndihmuar ta shërosh përfundimisht. Mos ki frikë nga heshtja. Pikërisht aty mund të gjesh qartësi. Në planin profesional, instinkti do të jetë udhërrëfyesi yt më i mirë. Fjalët që thua kanë peshë. Përdori me bindje, sidomos kur vendimet kanë ndikim tek të tjerët. Shmang shpenzimet impulsive apo arratisjet emocionale me blerje pa menduar. Përdor pjesën e mesit të javës për të pastruar ambientin tënd dhe mendjen tënde. Fundjava mund të sjellë një shkëndijë shpirtërore, nëse i lejon vetes të dëgjosh urtësinë e brendshme. Gjërat me fat këtë javë për dashin, numri me fat, 17, ngjyra me fat, plum, vjollcë e errët, këshilla e javës, çdo mëngjes. Shiko veten në sy para pasqyrës dhe thuaj, jam i sigurt. Mund të filloj nga e para. Demi, a je duke u stresuar për diçka që s'është as pak në dorën tënde? Në fillim të javës ndihesh sikur gjithçka është jashtë kontrollit, oraret që nuk përputhen, njerëz që të shgënjejnë dhe një ndjenjë lodhjeje mendore. Por lajmi i mirë është se më 4 qershor, kur Venusi lidhet me Jupiterin, një problem i bezdishëm në lidhje me kohën apo organizimin zgjidhet si me magji. Drita kthehet, pastaj, më 6 qershor, gjithçka ndryshon për mirë. Venusi hyn në shenjën tënde dhe ti ndihesh si i rilindur. Është koha jote për të shkëlqyer, për të ndriçuar, për të ndjerë sërish ti vetë. Pas disa muajsh të mbushur me angazhime, ngarkesë sociale dhe përfshirje në çështjet e të tjerëve. Më në fund ke mundësi të fokalizohesh në veten tënde. Ky tranzit do të zgjasë deri më 4 korrik dhe është ftesa ideale për të kujdesur për trupin, mendjen dhe shpirtin. Çdo gjë që i bën mirë vetes, nga një trajtim relaksues deri tek meditimi apo një shëtitje në natyrë, tani ka vlerë të dyfishtë. Ti nuk po e bën thjesht për kënaqësi, por për rigjenerim të thellë. Kjo javë është për të ndalur, për të marrë frymë thellë dhe për të kujtuar që ndonjëherë, kur ndalemi, është momenti kur shërohemi më shumë. Gjërat me fat këtë javë për Demin, numri me fat, 5, ngjyra me fat, e gjelbër e lehtë, këshilla e javës. Çdo mëngjes thuaj me vete, unë meritoj paqe, bukuri dhe qetësi. Sot zgjedh veten time. Binjakët, kjo javë fillon me një nevojë të thellë për të tokëzuar, për të lidhur me veten dhe me atë që të jep ndjesinë e sigurisë. Më 2 qershor, hëna e parë qerek në Virgjëresh prek shtëpinë tënde të katërt, familjen dhe rrënjën. Është koha të rregullosh hapësirën ku jeton, por edhe të rishikosh kufit emocional që të mbrojnë. A ndihesh vërtet i sigurt brenda vetes? A është ambienti përreth në harmoni me shpirtin tënd? Kë e bukuri, magnetizëm dhe fat. Njerëzit të vërejnë, jo për pamjen, por për autenticitetin. Mos hezito të pranosh ftesa, të dalësh në skenë, të ndash mendimet e tua. Ky është momenti ku prania jote bën ndryshim. Më 5 qershor, ndërsa Mërkuri lidhet me Marsin, ke guximin të thuash gjërat që të kanë munduar prej kohësh. Fillon projekte të mëdha, vendos pika mbi dhe merr përgjigje që ndoshta s'të kanë pëlqyer më parë. Por tani ndihesh gati. Fjalët e tua kanë peshë, zëri yt ka ndikim. Kjo javë të sfidon të vësh kufi të shëndetshëm, sidomos në marrëdhënie ku je treguar tepër i akomodueshëm. Do ndjesh nevojën për të qëndruar vetëm por edhe për të lidhur, dhe të dyja janë të vlefshme. Kujdes nga keqkuptimet në mesjavë, zgjidhi me qetësi e maturi. Emocionalisht mund të lindë dëshira për të rikthyer tek një histori e vjetër. Pyet veten, është nostalgji apo vërtet diçka që ka kuptim tani?
Në fundjavë, gjen qartësi dhe më e rëndësishmja, e zgjedh veten pa ndjesi faji, gjërat me fat këtë javë për binjakët, numri me fat, 5, ngjyra me fat, blu qielli, këshilla e javës, shkruaj një letër për vetveten si fëmijë. Palose dhe vendose nën jastëk për 7 net me radhë. Do të habitesh nga qetësia që sjell ky rit. Gaforja, kjo javë fillon me një thirrje për tokëzim dhe qetësi të brendshme. Më 2 qershor, hëna e parë qerek në Virgjëresh ndriçon shtëpinë tënde të katërt, familjen, shtëpinë dhe rrënjën. Është koha të krijosh siguri, jo vetëm fizike, por edhe emocionale. Ndoshta duhet të riorganizosh hapësirën ku jeton, ose të vendosësh kufi të shëndetshëm emocional. Çfarëdo që të mbështet dhe të mban të lidhur me thelbin tënd, ka nevojë për përkujdesje këtë javë. Më 4 qershor ti ndriçon si një yll në errësirë. Prezenca jote tërheq njerëz, mundësi dhe fat të mirë. Më 5 qershor, Mërkuri krijon një lidhje të fuqishme me Marsin dhe të jep guximin për të thënë atë që të mundon. Je gati të nisësh projekte të mëdha apo të përballesh me çështje të vështira. Kjo javë të vendos në qendër të vendimeve të rëndësishme dhe intuita jote do të jetë aleati më i mirë. Kjo është edhe një javë për të lëshuar. Një dëshirë, një njeri apo një iluzion që e ke mbajtur me forcë, kërkon hapësirë për të ndryshuar ose për të çliruar. Energjia shëruese vjen nga një figurë femërore, ndoshta një mentore, një mikesh apo edhe një kujtim që të jep forcë. Në mesjavë hapet një derë krijimtarie, shkruaj, këndo, vizato ose shprehu lirshëm. Në dashuri, gjërat janë të buta por transformuese. Një lidhje e re për beqarët mund të fillojë përmes një ndjesje intuitive, mos e shpërfill. Jep dhe merr emocionalisht në mënyrë të balancuar. Jo gjithçka kërkon ndërhyrjen tënde, ndonjëherë qetësia është përgjigjja më e fuqishme. Gjërat me fat këtë javë për gaforen, numri me fat, 11, ngjyra me fat, jeshile deti, këshilla e javës. Ne një gotë me ujë shpreh qëllimet e tua. Përdore më pas për të ujitur një bim ose për ta derdhur tek pragu i shtëpisë. Uji do mbaj mesazhet dhe do të kthej pas energjinë. Luani, në fillim të javës, fokusi yt kthehet drejt ndërtimit të qëndrueshmërisë në jetën tënde. Më 2 qershor, hëna e parë qerek në Virgjëresh ndriçon shtëpinë tënde të dytë, që lidhet me financat dhe vlerat personale. Është koha të reflektosh për energjinë që jep dhe për çfarë merr në këmbim. Kjo nuk është një thirrje për të bërë më shumë sakrifica, por për të krijuar qëndrueshmëri pa u djegur në rrugë. Njohje të reja, ide që sfidojnë botë kuptimin tënd dhe ndoshta një mundësi për të udhëtuar apo për të mësuar diçka të re, janë të gjitha në horizon. Është momenti i ardhur për rritje mendore, shpirtërore dhe sociale. Tani është koha për të folur me zë të lartë. Të thuash të vërtetën, të udhëheqësh pa frikë dhe të jesh i pranishëm në mënyrë të plotë. Fjalët e tua kanë ndikim dhe njerëzit janë të gatshëm të dëgjojnë. Energjia e kësaj jave është e lidhur fort me balancën e fuqisë. Do ndjesh nevojën për të kontrolluar disa situata, veçanërisht në punë. Por sfida e vërtet është të udhëheqësh me urtësi dhe jo me forcë. Disa persona mund të sfidojnë autoritetin tënd, por qëndro i qetë, le të flasin veprimet e tua. Financiarisht është moment i mirë për të analizuar investimet dhe për të riorganizuar buxhetin. Në dashuri, ndjenjat mund të befasojnë. Një deklaratë e papritur apo një ndjesi e thellë do të udhëheqë drejt një të vërtete më të madhe. Nëse ke menduar për një udhëtim, tani është momenti ideal për të planifikuar. Rezultatet do të jenë shpërblyese. Nga fundjava, kthehet paqja dhe bashkë me të, një ndjesi gëzimi dhe shkëlqimi krijues. Gjërat me fat këtë javë për Luanin, numri me fat, 8, ngjyra me fat, portokalli e djegur, këshilla e javës. Para se të hysh në çdo dhomë, ndalo paksa në prag dhe thuaj me vete, hyj si vetja ime më e lartë. Ky ritual i vogël sie. Virgjëresha, në fillim të kësaj jave, ndihesh sikur po ndërton drejt diçkaje me vlerë. Është një thirrje për të lëvizur përpara me vizionin tënd, pa pritur miratim nga të tjerët. Perfeksioni mund të vijë më vonë, tani është koha për veprim, në heshtje dhe brenda vetes ke kaluar shumë, dhe tani është momenti për të pranuar sa larg ke ardhur. Rritja jote nuk ka nevojë të jetë e dukshme për të tjerët që të ketë vlerë, ajo që ke tejkaluar është madhështore. Je gati të bësh lëvizje të mençura në prapaskenë, të cilat do të mbështesin planet e tua afatgjata. Ndonjëherë, ndryshimet më të vogla kanë ndikimin më të madh, dhe kjo javë mund të jetë shembulli më i mirë i kësaj. Pavarësisht planifikimeve të tua më të mira, mund të përballesh me vonesa ose ndryshime që kërkojnë fleksibilitet dhe durim.
Ana jote perfeksioniste mund të ndjej frustrim, por kjo është një mundësi për të gjetur urtësinë në ndalesë. Riorganizo hapësirën tënde emocionale, njësoj siç do ta bëje me shtëpinë tënde. Në marrëdhënie mund të rikthehen modele të vjetra emocionale, vëzhgo para se të reagosh. Një bashkëpunim profesional mund të shfaqet, por sigurohu që ka respekt të ndërsjellë dhe qëllime të qarta. Një këshill e vlefshme mund të vijë nga një i afërm më i vjetër apo një mësues shpirtëror. Nga fundjava, lehtësimi mbërrin dhe bashkë me të. Një ndjenjë pranuese për të panjohurën, gjërat me fat këtë javë për Virgjëreshën, numri me fat, 29, ngjyra me fat, ngjyrë ëre, këshilla e javës. Ndize një shkop të temjanit dhe ec me të në drejtim të akrejpave të orës rreth shtëpisë, duke përsëritur: pastroj, pastroj, thëras paqe këtu. Kjo do të ndihmojë në qetësimin e energjisë rreth teje. Peshorja, ti je mjeshtre e harmonisë, por këtë javë mund të ndjesh sikur je e vetmja që përpiqesh përbara spesh. Më 2 qershor, hëna e parë qerek në Virgjëresh ndriçon shtëpinë tënde të 12 të shpirtit dhe pastrimit të brendshëm, duke të ftuar të largosh çdo barë emocionale që nuk të shërben më. Nuk bëhet fjalë vetëm për heqje dorë, po përgatitesh për një rilindje të qetë, por thelbësore. Dashuria vjen në mënyra të papritura. Një marrëdhënie romantike, shoqërore apo krijuese mund të hapë botën dhe të rikthejë besimin tek të tjerët. Lejoje veten të dukesh, edhe nëse të duket e rrezikshme. Vetëm kur rrezikon me zemrën. Mund të përjetosh magjinë e dashurisë së vërtet, idetë tua janë më të qarta dhe po gjen zërin tënd në një bisedë më të madhe. Kur flet me zemër, të tjerët të dëgjojnë dhe disa prej tyre do duan të ndërtojnë diçka bashkë me ty, mos u përfshi në dramën e të tjerëve. Lëri të tjerët të përballen me emocionet e tyre pa e ndier nevojën për t'i shpëtuar. Kreativiteti është një armë e fuqishme këtë javë, veçanërisht në mesjavë, kur projektet që të përfshin zemrën do të rrjedhin lehtë. Në çështje financiare, shmang huadhënien nëse nuk është e domosdoshme. Të premten është një ditë e favorshme për çështje ligjore apo dokumentacione. Në dashuri mund të rikthehet dikush nga e kaluara ose do të kuptosh më në fund një lidhje të vjetër që ka lënë gjurmë në zemrën tënde. Lejo hiret dhe bukurinë të udhëheqin zgjedhjet e tua. Numri me fat, 2, ngjyra me fat, e purpurt e lehtë, këshilla e javës. Vendos një kuarc trëndafili pranë pasqyrës dhe thuaj çdo mëngjes përpara se të dalësh: rrezatoj hir dhe dashuri. Kjo do të ndihmojë të dalësh në bollë. Akrepi, kjo javë fillon me ndjenja bashkimi dhe rigjallërimi në marrëdhënie. Është një moment që të kujton se nuk je vetëm në këtë rrugëtim. Po planifikon lëvizjen tënde të radhës. Bëje me njerëzit që të kuptojnë dhe të fuqizojnë. Energjia e bashkësisë e amplifikon fuqinë tënde natyrore, do të nisë një valë shërimi të thellë. Mund të duket diçka e vogël në fillim, por pikërisht këto hapa të vogla nisin transformimet më të mëdha. Jepi vetes leje të fillosh nga aty ku je, pa presionin për të ndryshuar gjithçka menjëherë. Do të ndjesh një bashkërendim të fuqishëm mes ambicies dhe intuitës. Ky është momenti yt për të folur, për të propozuar apo për të marrë drejtimin profesionalisht. Mos prit për një shenjë të jashtme, ti je vetë ajo shenjë. Intuita jote do të jetë veçanërisht e mprethë këtë javë, por edhe emocionet do të jenë të ndjeshme. Kujdesu për reagimet e tua, veçanërisht në bisedat 1-1, pasi dikush mund të prek pa dashje në një plagë të vjetër. Mos e shtyp atë ndjesi, ajo mbart urtësi. Në punë, rutina mund të duket e lodhshme, por një projekt i ri anësor mund të frymëzojë sërish. Në dashuri, është momenti për të folur hapur. Një bisedë e thellë mund të hapë zemrën tënde. Nëse je beqar, një takim i rastësishëm mund të ndesë një kuriozitet të thellë. Kujdesi për trupin është i domosdoshëm, pi ujë dhe flis sa duhet për të mbrojtur sistemin tënd energjetik. Në fundjavë, ndonse java mund të ketë qenë e ngarkuar emocionalisht, do të gjesh një ndjesi të papritur paqeje dhe qartësie të brendshme. Numri me fat, 9, ngjyra me fat, purpurt nebulë, këshilla e javës. Para se të flesh, vendos të dyja duart mbi zemër dhe thuaj: nderoj gjithçka që kam mbijetuar. Jam i sigurt për të pushuar. Ky ritual i vogël do të forcojë ndjenjën tënde të sigurisë dhe vetdashurisë. Shigjetar, këtë javë po hyn me një ndjenjë të fuqishme drejtimi dhe fuqizimi personal. Është koha për të ndërmarrë hapin e radhës drejt një qëllimi që e ke mbajtur në zemër prej kohësh. Kujto se e ardhmja ndërtohet me zgjedhjet që bën sot. Mos e humb kohën duke pritur momentin ideal. Ky është momenti yt, je në qendër të vëmendjes dhe kjo energji të bën magnetik.
Thuaj po bashkëpunimeve që frymëzojnë zemrën tënde. Njerëzit të ndjejnë, të dëgjojnë dhe duan të jenë pjesë e vizionit tënd, një ide që do prezantosh, një kontratë që po mendon të nënshkruash apo një bisedë e ndërlikuar që ke shtyr, zëri yt ka peshë. Mos e minimizo fuqinë tënde për të ndryshuar rrjedhën e gjërave. Mos lejo që frika nga reagimet e të tjerëve të ndalojë. Guximi yt është qelësi. Megjithatë, në prapaskenë, kjo javë sjell një thirrje për shërim të thellë. Po rikuperohesh nga lodhja fizike, djegja emocionale apo largësia shpirtërore. Universi të fton të ngadalësosh, të marrësh frymë dhe të rivendosësh ekuilibrin. Pushimi nuk është dobësi, por pjesë thelbësore e forcës tënde. Në mesjavë, vetmia do të jetë më ushqyese se shoqëria. Bëj gjëra që të tokëzojnë, gatuaj, pastro, shkruaj apo medito, në dashuri apo miqësi, dikush i afërt mund të jap një perspektivë që ndryshon rrugën tënde. Financiarisht, është momenti i duhur për të rishikuar shpenzimet apo për të hequr dorë nga gjërat që nuk të sjellin më vlerë. Gjërat me fat këtë javë për shigjetarin, numri me fat, 12, ngjyra me fat, mustard, këshilla e javës, ndërsa përzien çajin apo kafen tënde në mëngjes, rrotulloje lugën në drejtim të akrepave të orës dhe pëshpërit, e rikthej dritën time, një frymë në një kohë. Ky ritual i vogël ndihmon në rigjenerimin e energjisë shpirtërore. Britsjapi, në fillim të kësaj jave, sytë e tu janë të kthyer ka horizonti. Mund të jetë një udhëtim, një kurs i ri, apo një ide që të ndryshon perspektivën. Mos i nënshtro veten më të njëjtës rrugë. Kjo është koha për të eksploruar një mundësi të re dhe të hapësh dritaren për frymëzim. Kujdesi ndaj trupit, ambientit dhe zakoneve të tua të përditshme sjell qetësi të thellë. Edhe thjesht të kalosh kohë me njerëzit që të duan mund të shërbejë si balsam për plagët e brendshme. Ti nuk ke nevojë për shurm, vetëm për praninë e duhur. Më 5 qershor, mendja jote futet në modalitet hulumtimi duke të shtyrë të thellohesh në detaje dhe të analizosh një situatë me përpikëri. Mos u ngut. Shkëndijat më të mëdha ndizen pikërisht kur ke durimin të zbërthesh gjithçka, stres pas strese. Kjo javë sjell një përplasje të lehtë mes ndjeshmërisë emocionale dhe kërkesave të botës së jashtme. Mund të ndodhin zhvillime të papritura në jetën personale, sidomos me dikë që ka shumë peshë në zemrën tënde. Mos i shtyp ndjenjat, çdo gjë që ndjen është e vërtetë dhe meriton vëmendje. Nga ana profesionale, përgjegjësitë janë të shumta, por mund të ndihesh i shkputur ose i lodhur. Jepi mendjes tënde hapësirën që ka nevojë për të rigjeneruar, sidomos në mesjavë. Një thirrje për të organizuar jetën do të jetë e fortë, qoftë hapësira e jetesës, orari i punës apo qëllimet për të ardhmen. Dëgjoja atë ndjesi, është udhëzuesi yt i brendshëm. Mund të lindin edhe biseda përpara dhe do të jetë e rëndësishme të komunikosh qartë për të shmangur keqkuptimet. Në fundjavë, mjegulla shpirtërore fillon. Numri me fat, 25, ngjyra me fat, e bardhë perle, këshilla e javës. Zgjidh një fjalë që përmbledh fokusin tënd për këtë javë, si qetësi, rindërtim, besim, dhe mbaje në xhep si një amulet që të udhëzon në çdo hap. Ujori, në fillim të javës, po futesh në thellësi dhe po guxon vendosmërisht në territore të panjohura. Transformimi po ndodh, por vetëm nëse guxon të ndjesh çdo shije emocionale dhe të shohësh të vërtetën pa frikë. Nga 4 qershori fjalët e tua marrin peshë të veçantë. Qoftë një flirt, një poezi apo një postim, çfarë do të thuash, do të prekë zemrat. Virtuale ose biseda ball për ball, fjalët e tua mund të hapin dyer, të kthejnë kokat ose të zbulojnë gjendjen e thellë të zemrave të tjerëve. Mund të jesh ti që flet i pari, vepron i pari apo bën lëvizjen e guximshme. Lejo veten të drejtohesh nga sinqeriteti, pasioni yt do të jetë busulla. S'ka përgjigje të sakta këtë javë, vetëm vendime që bëhen apo të mos bëhen. Gjatë gjithë javës, kërkohet pjekuri emocionale në vendimmarrje. Mund të ndodhesh në një kryqëzim profesional, romantik ose shpirtëror. Mos nxito me vendime të nxitura nga emocionet, lejo veten të ndjesh papajtueshmërinë pa e shtypur. Me sa duket, midjava do të sjellë sfida me figura autoriteti apo persona mentor. Megjithatë, një akt i vogël mirëdashjeje ose përulësie mund të hapë dyer të papritura. Kujdes për sistemin nervor, pak më pak ekrane, pak më shumë natyrë ose muzikë për të balancuar ndjeshmëritë e thella. Përjetimet shpirtërore mund të zgjojnë kurreshtje të reja. Hulumtimi i urtësisë së lashtë apo punës së jetëve të kaluara mund të jetë thirrja jote tani. Drejt fundjavës, një mesazh, një propozim apo një dhuratë e papritur mund të sjellë gëzim dhe qetësi. Numri me fat, 3, ngjyra me fat, blu i thellë, këshilla e javës, para se të dalësh nga shtëpia çdo mëngjes.
Prek but fytin me të dyja duart dhe thuaj me zë të ulët, flas të vërtetën dhe e vërteta kthehet tek unë. Ky ritual përforcon lidhjen me zërin tënd të brendshëm dhe të lejon të flasësh me fuqinë e sinqeritetit. Peshqit, mund të ndjesh që një lidhje po ndryshon formë, ti po ndryshon si person dhe nevojat e tua në dashuri dhe angazhim po riformësohen po ashtu. Ajo që dëshiron tani është rehatia pa kompromise. Meriton të ndjesh tokëzim dhe adhurim në të njëjtën kohë. S'duhet të pyesësh, çfarë po mendojnë ata? Ose kur do më shkruajnë? Sepse kjo tregon mungesë të sigurisë që po të mungon. Tani je gati të marrësh përgjegjësi më të madhe, qoftë në dashuri, në një zakon të ri, apo në një përgjegjësi që ke shtyrë. Ajo që ka vërtet rëndësi është ajo që ndjen e vërtet brenda vetes. Nëse diçka nuk rezonon me ty, mos e ndjek më. Është koha për sinqeritet dhe për të ndjekur gjën që vërtet të bën të lumtur. Kjo javë të thërret drejt përqendrimit të zjarrit krijues, por atij i duhet drejtues. Nëse le energjitë të shpërndahen në shumë projekte të vegjël, ideja nuk do mbetet kurrë e fortë. Vendos një qëllim të qartë dhe derdhi gjithë fuqinë tënde atje. Emocionet të fshehura nga e kaluara mund të dalin në sipërfaqe, një bisedë ose një kujtim që ka peshë të madhe. Mos e shmang, por lejo veten të ndjesh, pastaj lë shoha të peshë. Familja mund të kërkojë vëmendje, veçanërisht një i afërm më i vjetër që ndjehet larg ose i sëmur. Dashuria këtë javë është e mbushur me mëshirë. Për beqarët, dikush mund të hyjë në jetën tënde me një energji të butë dhe shëruese. Bëhu i vetëdijshëm për blerjet impulsive ose zakonet e tepërta në darkë. Kjo shpesh është mënyra për të shpëtuar nga emocioni. Një mesazh hyjnor nëpërmjet një ëndre apo simboli mund të shënojë fundjavën. Gjërat me fat këtë javë për peshoren: numri me fat 6, ngjyra me fat gri argjendi, këshilla e javës, vizato një rreth në letër. Vendos një qiri në qendër dhe ulu lutu në heshtje për disa minuta, le të flasë qetësia për ty.